Personat që pinë ujë me limon duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Pirja e ujit me limon në mëngjes është një rregull që mund të përvetësohet menjëherë. Në fakt, janë miliona njerëz në botë të cilët nisin ditën duke pirë ujë me limon. Në praktikë shumë e rëndësishme sepse ushqen trupin me vitaminën C, vitaminën B, por edhe kalium, karbohidrate dhe shumë ushqyes të tjerë. Por cilat janë vlerat dhe përfitimet e pirjes së ujit me limon çdo mëngjes? Do të mbajë larg inflamacionet. Vitamina C tek limoni do të ndihmojë në forcimin e sistemit imunitar dhe trajtimin me efikasitet kundër inflamacioneve, virozave dhe të ftohtit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Limoni është shumë i dobishëm kundër inflamacionit dhe rekomandohet nga ekspertët kundër disa llojeve të ndryshme të inflamacionit që luajnë një rol kyç në shfaqjen e problemeve kronike. Është i mirë kundër dhimbjeve të kyçeve. Limoni rekomandohet edhe kundër simptomave të artritit dhe dhimbjeve të kyçeve, falë ushqyesve dhe vitaminave që përmban. Forcon sistemin tuaj imunitar. Uji me limon është një pirje jashtëzakonisht e shëndetshme që forcon sistemin imunitar dhe lufton bakteriet që synojnë të dëmtojnë atë. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër gurëve në veshka. Përmbajtja e lartë e kaliumit te limoni rrit nivelin e citratit në urinë dhe parandalon formimin e gurëve në veshka. Është një zgjidhje ideale kundër problemit të akneve. Kjo pije e dobishme rregullon nivelin e pashit në lëkurë, parandalon shfaqjen e akneve dhe të puçrave dhe ndihmon në detoksifikimin e lëkurës. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të muskujve pas aktivitetit fizik. Konsumi i ujit me limon qetëson muskujt dhe zbut inflamacionet të shkaktuar nga sforcimi gjatë aktivitetit fizik. Ndihmon gjithashtu edhe për të rënë nga pesha. Uji me limon është i pasur me ushqyes përfshirë fibrën e cila përmirëson tretjen dhe mbështet të gjithë sistemin dhe angazhon tretjen e yndyrnave. Ky lëng i pasur me vlera ndihmon në rënien e peshës dhe përmirëson gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Është i mirë kundër çrregullimeve me fshikëzën. Pini një gotë me ujë me limon gjatë vaktit për të zbutur çrregullimet e fshikëzës së urinës. Për thonjë dhe lëkurë më të shëndetshme. Kjo pije forcon thonjë dhe parandalon shfaqjen e pikave të bardha. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër helmimit nga ushqimi. Rreziku që na kanoset nga ushqimet janë gjithmonë në rritje kur jemi në udhëtime. Ndaj ekspertët sipas health.com rekomandojnë të pini ujë me limon që të jeni më pak të rrezikuar prej helmimit nga ushqimi. Urthi dhe refluksi gastroezofageal do të jenë më nën kontroll. Nëse vuani nga refluksi gastroezofageal, atëherë duhet të pini lëngun me limon çdo ditë për të përmirësuar çështjen tuaj. Redukton problemet e brendshme të organizmit. Çrregullimi i indeve të buta shoqërohet me shumë simptoma, disa prej të cilave janë në lidhje të vazhdueshme me mungesën e energjisë. Pirja e ujit me limon ju vjen në ndihmë për të qenë më energjik dhe më pak të lodhur. Gjithashtu është e rëndësishme të pini ujë me limon, por duhet të tregojeni të kujdesshëm. Nëse merrni medikamente, konsultohuni me mjekun tuaj përpara se ta përdorni atë në mënyrë të rregullt. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për organizmin dhe nëse konsumohet në formën dhe sasinë e duhur, atëherë do të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm. Limoni është një agrume jashtëzakonisht e pasur me vitaminën C, e cila është domosdoshme për shëndetin dhe paraqitjen e lëkurës. Përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën e bëjnë gjithashtu atë më të shëndetshme në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Uji me limon është një zgjidhje fuqiplot për mbrojtjen e shëndetit dhe si e tillë duhet të përdoret edhe në forma të ndryshme për mbrojtjen e organizmit. Për këtë recetë mjafton të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë të ngrohtë dhe ta konsumoni çdo ditë, mundësisht edhe në mëngjes. Përfitimet që do të ofrojë uji me limon në shëndetin tuaj do të jenë vërtet të larta. Lëngu i një kokëre limoni përmban vetëm 25 kalori. E njëjta sasi është shumë e pasur gjithashtu edhe me kalcium, vitaminën C, gjithashtu dhe me fibër. Të gjitha këto elementë ushqyes mjaft të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit. Kësaj organizmi është më i ndjeshëm të mbrohet edhe kundër infeksioneve të ndryshme të cilat i kanosin atij. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do të jetë një mundësi ekstra pozitive
për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve. Nëse konsumoni ujë me limon çdo ditë në dietën tuaj, do të forconi imunitetin dhe do të mbani larg edhe infeksionet. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C, që e mbron trupin pavarësisht edhe nga mangësia e sistemit imunitar. Limoni është një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit, gjithashtu edhe magnezit. Falë këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit me të vakët me limon do të parandalojë gjithashtu edhe rritjen dhe shumimin e bakterieve të ndryshme të organizmit. Uji me limon në dietën tuaj do të rregullojë pAH-in dhe do të ndihmojë gjithashtu edhe në detoksifikim. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mbarvajtjen e niveleve të pAH-it në organizëm. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni organizmin tuaj dhe sistemin tuaj tretës. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Pirja e rregullt e ujit të ngrohtë me limon do të rregullojë tretjen, por edhe prodhimin e lëngjeve biliare. Për më tepër, fibrat e limoni janë shumë të mira për shëndetin e zorës së trashë dhe shërbejnë si antibakterial shumë të fuqishëm për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Pirja e ujit me limon çdo ditë në dietën tuaj do të përmirësojë shëndetin e trurit, mëlçisë, gjithashtu edhe atë të lëkurës. Përveç ndihmës që ofron kundër ftohjes, uji me limon me zvakteve ndihmon në rigjenerimin e qelizave tuaja nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon dhe jep energji enzimave të mëlçisë. Sa i përket lëkurës, ky lëng natyral parandalon gjithashtu edhe formimin e akneve dhe të rrullave. Ai gjithashtu ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të syve dhe i mbron ato. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një zgjidhje fuqiplot në mbrojtjen e shëndetit, edhe do të rrisë gjithashtu hidratimin. Uji është pija më e mirë për hidratim, por disa njerëz nuk e pëlqejnë atë ashtu siç është. Shtimi i limonit në dietën tuaj bashkë me ujin do të rrisë shijen e ujit, gjë që mund të ndihmojë ta pini më shumë dhe të ndjeheni gjithashtu edhe më të hidratuar. Uji me limon do të përmbajë gjithashtu nivele të mira të vitaminës C. Agrume të tilla si limoni kanë vitaminë C, një antioksidant kryesor i cili do të ndihmojë edhe në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Limoni sigurisht do të ofrojë edhe nivele të larta të vitaminës C në mbrojtjen e shëndetit në mënyrë të rregullt. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë për ata persona të cilët duan të bien edhe nga pesha e tepër trupore. Ulëntimet kanë treguar se antioksidantët polifenol që gjenden te limoni zvogëlojnë ndjeshëm shtimin e kilogramëve të tepërt. Megjithatë, është e rëndësishme ta konsumoni brenda normës për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Lëkura juaj gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga pirja e ujit me limon. Vitamina C tek limoni mund të ndihmojë në zvogëlimin e rrullave të lëkurës, të paksojë gjithashtu problemet e lëkurës së thatë dhe të parandalojë dëmtimet nga dielli. Duke u përdorur në këtë mënyrë, ajo mund të jetë një zgjidhje fantastike për shëndetin tuaj dhe gjithashtu mbajtjen e organizmit tuaj më të shëndetshëm. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen më të mirë efikase. Disa njerëz e pinë ujin me limon si një laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar kështu në parandalimin e kapsllëkut. Pirja e ujit të ngrohtë me limon ose të nxehtë me limon kur zgjoheni mund të ndihmojë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Do të përmirësojë sistemin tuaj të frymëmarrjes. Uji me limon do të shmangë erën e keqe të gojës pas ngrënies. Limoni mendohet se stimulon përshtypjen dhe gjithashtu uji ndihmon edhe në parandalimin e tharjes së gojës, e cila mund të çojë në erë të keqe të saj. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe problemet të veshkave, duke mbajtur larg komplikacionet e tyre. Shtimi në dietën tuaj të ujit me limon mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ai mund të përdoret gjithmonë me kujdes. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.